Gjas, pra me fillim të emisionin që do diskutojmë më tepër për inteligjencën artificiale. Ne kemi diskutu edhe saj përket në përgjithësi inteligjencës artificiale, për ta flasim edhe për chatbot ose ndryshe My AI, që është në rrjetin social Snap dhe mund të shkruajnë të gjithë ata të cilët pra posedojnë ose kanë Snap, mundën të shkruajnë me këtë person për e quaj në thonjza, me qënë sende nuk i kanë vendosur një emër, të tjerët të cilët e kanë mund të bëjnë një figur të caktuar, mund të lënë një emër të veçantë, edhe krejto do t'i diskutojmë ne në studio, sepse prindëret në shumë vendet të botës, por edhe në Kosovë janë të shqetësuar sa i përket përdorimit të My AI, pra këti njeriu virtual për e quaj kështu ose online me të cilën mund të komunikojmë. Unë herët në mëngjes të theksova që mund të komunikojmë në çfarë do lloj gjuhe, madje unë me një kolege i kemi shkrujt, edhe kemi komuniku në gjuhën shqipe, ka pas informata të ndryshme edhe sa përket personave për cilën kemi pyet, edhe vendet ku i kemi afër, ku mund të ushqihemi, por edhe lloj pyetje të ndryshme. Por që në Kosovë e kemi këtu edhe pak me humor, sepse kam pa edhe shumë TikTok-a, shumë video të ndryshme ku kanë fillu edhe kanë shujt tekste të këngëve të ndryshme, por që ne po e marim për seriozisht dhe për diskutojmë bashkë me psikolog, sociolog e njohës të teknologjisë. Pra kemi Astrid Desko, doktor i shkencave kompjuterike, kemi Florentina Dushi, psikologe, dhe Flaka Ymeri, sociologe. Mirë mëngjesi, mirë se ardhët. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi që ju kemi këto, për ndryshe zgjoha ta me shpjegu se nuk po e di për ata të cilët nuk kanë Snap, nuk e di sa e kuptojnë se çka është My AI, e që është e vështirë, pra ta kuptosh që mundesh me shkruajt edhe me komuniku me dikë që nuk ekziston faktikisht, nuk është një person fizik, nuk e kemi pas njëherë, por që ka informata të shumta, edhe ne në të njëjtën kohë marrim informata prej tyre. Prindërit janë të shqetësuar sepse mendojnë që kjo do të ndikojë edhe në aspektin social, në aspektin psiqik të fëmijës tyre, e ne këto do t'i diskutojmë studio, por fillimisht Astrid ndoshta më na tregu pak, edhe një herë pak për inteligjencën artificiale, edhe sa u informove edhe ti për këtë pjesë të snepit. Okej, faleminderit për ftesën. Po shoh që ditëve të fundit inteligjenca artificiale po shihet pak me shqetësim. Mirë po në si pjesë e teknologjisë nuk e shoh në atë drejtim dhe e inkurajoj që me përdor teknologji në fusha të ndryshme, mirë po për të mirë, është fjala. Për shkak se inteligjenca artificiale teknikisht bazohet në të dhënat të cilat ekzistojnë më herët në për databazat të ndryshme ose portale të ndryshme, dhëna të ndryshme dhe në bazë tyne mundohet që të jep një përgjigje duke bazuar në të dhënat ekzistuese. Mundet me qenë ndoshta pak shqetësuese për prindërit cilët nuk e kuptojnë shumë mirë teknologjinë se çka po ndodh, dhe sepse je duke bisedu me dikani i cili që si e tha nuk ekziston, por nuk është diçka reale, mirë po diçka është virtuale. Mirë po, kom testu pak edhe chat të Snapchat, se përdori Snapchat by the way, mirë po fëmijët e mi e përdorin, mandej mora dhe e pash se çka ta ty e përdorë Snapchat, mundoha me testu me disa... A kishin komuniku fëmijët? Po. I vogli kishë përdorë diçka për një mësim që e kishë bas në shkollë, që merët mirë, pra është mirë me përdorë në këtë drejtim, në këtë aspekt. Mandej mëndova me testu për disa elemente negative, mirë po Snapchat ose AI Snapchatit ke bukur mirë i strukturum që nuk t'jep ke informata, si me thonë, që nuk përkujnë me moshën e fëmijët që ekziston, pra me cilën i kini dha ato informata paraprakisht. Mirë po çka e shoh pak problematike, sidomos tek moshat që janë teenager, sepse kam edhe një djalë pak më të rritën që i takon kësaj moshe, mundën që me gjetë, me kërku përmes këtyne ChatGPT informata cilat ata nuk i ndajnë me prindrit, edhe ndoshta kjo mundet me qenë pak në aspektin, nëse s'jam për aspektin psikologjik të me folë, për mundet me qenë ndoshta një farforme s'po thamë rrezikshme, po deri dikon shqetësuese. Po nëse kontrollohet dhe prindrit e kanë, si me thonë, informatën që duhet me kanë një farforme të kujdesshëm,
atëherë nuk është që është rrezik tepër. Megjithatë, fëmijët e tu në këtë rast kanë ndoshta edhe pak më tepër informata edhe prej jush sakt se çka po ndodh në teknologji, ose mundesh me ja u shpjegu edhe pak më mirë, po pak më shqetësuese për ata të cilët nuk dinë edhe shumë për teknologjinë sa i përket ose inteligjencës artificiale, edhe pastaj nuk dinë se çush me i tregu fëmijës se çka është mirë ose çka është keq. Prandaj, meqense e përmendëm edhe psikologën, sa është shqetësuese kjo nga ana edhe psiqike e fëmijës, ndoshta lidhja emocionale, çush mendo çat pjesën emocionale me dikët që nuk ekziston. Në fakt, normalisht që në cilën do fush, jo veç kush vjen, jo të specialistët e fushës së teknologjisë, gjithmonë thuhet që kur teknologjia shërben për të mirë, ajo është e mirë të përdoret. Mirë po, tash ne po kthehemi në një anë tjetër që prindërit normalisht ka të bëjë dhe me atë se sa prindërit mund ta shpjegojnë, sa prindërit e përdorin, por nuk është gjithmonë vetëm sa prindërit e dinë, sepse ne sa më shumë që rritëm fëmijët, kemi nevojë dhe t'i pavarësojmë fëmijët, që në kupton pjesa e kontrollit, ne nuk mund ta ndërtojmë edhe një fëmijë që të jetë në moshën ne gjithmonë kemi për masat përcjelljes së fëmijëve, por ne nuk mund gjithmonë ta kontrollojmë sepse kjo dëmton gjithmonë edhe të qenjen njerëzore kur ata rriten. Prandaj, çka gjithmonë duhet të ketë kujdes dhe kur shihen këto sfidat dhe brengat e domethënë prindërve janë se fëmijët sidomos në moshën e fillim pubertetit, adoleshencës, domethënë mund të jenë situata të cilat nëse nuk ka një lidhshmëri shumë të madhe me dikën në familje të diskutojnë gjëra, mund të parashtrojnë pyetje në, domethënë të kenë një mbështetje të tillë. Dhe nëse kjo fuqizohet dhe po e zaventson domethënë këtë kontaktin njerëzor, atëherë thjesht domethënë po e lën një mangësi shumë të madhe në zhvillimin emocional, në ndërlidhjen e të rinjeve, në mënyrën se si ndërton lidhje më tutje edhe me të tjerët. Do të thotë se nuk ka të bëjë vetëm me marrjen e informacioneve që neve na hyn në punë, nuk ka të bëjë vetëm me marrjen e informacioneve që ne ndoshta një punë që kemi kryer për 30 minuta, kryejm për 5 minuta, por thjesht kur flasim për një situata të tilla se ne asnjëherë nuk po e dim se cila po është gjendja dhe kush po e përdor apo ku po e gjen mbështetjen e tillë. Kështu që çka është gjithmonë e rëndësishme është të ketë komunikim të hapur, sepse pyetja e cila parashtrohet në familje është a duhet t'ja ndalojmë. Ne nuk mund t'ja ndalojmë rinisë ta përdorë teknologjinë, nuk mund ta ndalojmë ta përdorin inteligjencën artificiale, sepse thjesht ky është trendi. Ky është një trend që kam i përcjell në zhvillimin e tyre profesional. Kështu që herët vonë në një moshë do thotë ata do ta përdorin. Qëllimi kryesor dhe çka duhet të ndodhë gjithmonë në familje është të ketë një komunikim të hapur, edhe të ketë diskutime dhe të fuqizohet sa më shumë lidhja mes anëtarëve të familjes që inteligjenca artificiale mos ta zaventësoj, të shfrytëzohet për një marrje një informacioni që hyn në punë, sepse e lehtëson qasjen, e merr një informacion për mësim apo bën diçka tjetër, por jo ta zaventëson këtë relacionin e caktuar njerëzor. Pavarësisht zhvillimit të teknologjisë, mënyra emocionet tona nuk ka mësuar ndonjë ndryshim se si ne i përjetojmë, si ne krijojmë lidhje. Kështu që ne duhet të sigurohemi që kjo nuk është ajmjeti i tillë. Andaj sa më i hapur të jetë komunikimi në familje, që të dihet se pse po përdoret, të ngritet vetëdijsimi i fëmijëve, kjo është e rëndësishme. Po ti informojmë sakt. Ti informojmë sakt, do të thënë se cilat mund të jenë rreziqet e caktuara. Edhe nëse nuk duhet të ndjen inferior prindërit të cilët nuk e dinë mbrapa gjithmonë teknologjinë edhe pse nuk e dinë se si ndërtohen ato algoritme. Se ndoshta fëmijët në disa prej familjeve, spaku djalimi i madh, në shumë gjëra është më i avancuar sepse ka edhe pasion, po ashtu edhe vijon kurse. Unë dita përdori, ai di shumë gjëra të cilat si krijohen ato mbrapa. Mirë po, është e rëndësishme domethënë të diskutohet cilat janë rreziqet edhe të orientohet përdorimi i teknologjisë së tillë. Nëse vrehet kur ka situata kur mund të kenë fëmijët ankth, mund të kenë tendenca në fazat e hershme të pubertetit, ndonjë lloj i depresionit që mund të shprehet, kjo është më rëndësishme që prindërit domethënë ta nxisin sa më tepër komunikimin, që mos ta lejmë që një fëmijë ta ketë mbështetjen e vet me inteligjencën artificiale. Sepse pastaj ndoshta mund të duket edhe ky person kështu perfekt, që ka gjithçka në rregull edhe mund ta pëlqejmë shumë pastaj komunikimin ndoshta. Edhe duket një person që ndoshta nuk po e kundërshton. Edhe kjo është do të thënë ajo, sepse ne duhet të pranojmë se në komunikim duhet të sfidojmë, duhet të kundërshtojmë, duhet të argumentojmë, edhe tash mund të jetë një situatë kur thjesht po e pranon. Nëse sidomos në faza e pubertetit dhe adoleshencës janë dy faza të cilat do të thënë kur kryesisht tash fillojnë prej moshës 10 vjeçare deri në 17, është një fazë më delikate, e cila po ashtu për shkak ndryshimeve hormonale ndikon edhe në sjelljen e interesimet, edhe i duket që kushdo tjetër që po e këshillon në familje është diçka që i takon të kaluarës
njerëzës nuk është e trendit. Prandaj, do tha në momentin ku në flet në rastin e chatbot në Snapchat, atëherë thjesht nuk po e kundërshton, po jep informacion. Edhe ata e kërkojnë këtë mbështetjen. Prandaj, mënyrën se si po ndërtohen relacionet dhe si duhet të ndodhë mbështetja e fëmijëve në këtë moshë, mund të them që po kërkon më tepër vëmendje dhe natyrë tjetër në krahasim me vitet ndoshta kur unë kum qenë adoleshente dhe zhvillimi i teknologjisë ka qenë relativisht minimal për atë kohë. Sa do të ndikoj, ose sa mundet me ndiku, pra në këtë rast edhe në ndërveprime sociale, pra komunikime social, krimi i shoqërive, ose krimi i marrëdhënieve tjera me njerëzit e tjerë? Atëherë, Agnes, kjo inteligjenca artificiale nuk është që përdori shumë snapin, e kam një rast veç familjar, cilët aty këtë komunikojmë, ky person virtual më ka shfaqë dhe unë, po s'kum pas guximin me e testu, për shkak që dozën e besimit, ndoshta për shkak për Kish dona dhe për mu, nëse doni me pyet. Për shkak të ndoshta të dinamikës tjetës cilën e bëj edhe për shkak të mbrojtjes donave. Mirë po motra ime e testoj edhe e pyeti për mu edhe pa disa dhona, jo shumë, mirë po tash në mënyrën që ne jetojmë ose paraqitemi, sigurisht që ka dhe diçka që huazohet prej Google-s ose informacioneve të tjera. Në aspektin social, mendoj që krijohet një paralizë shoqërore në aspektin e risocializimit edhe socializimit me persona të tjerë. Krijon një distancë fizike, edhe afrohet një distancë në aspektin social virtual, që është e dëmshme, sepse ne kemi nevojë të takohemi me njerëz dhe emocionet të kemi përballë, jo përmes komunikimit apo gjithat vëmendje, gjithat shoqërit ne ta gjejmë nga një person i cili mund të themi që nuk ekziston, mirë po është një informacion teknologjik që sikurse në Google që mund të gjesh gjithçka, është një diçka që është transferu në një rrjet social. Ndoshta edhe eksperti i teknologjisë mund ta në gjuhën e tij mund ta shpjegoj më mirë po shoqërinë po e çon drejt një degradimi, nëse e them, duke e tërhiq nga bota fizike, duke e tërhiq nga jeta shoqërore. Është shumë e mirë kur teknologjia, siç e thamë parafolësit, përdoret për gjëra pozitive, sepse ne jemi në një kohë ku gjitha informacionet, gjithë punën tonë apo edhe studimet, avancimet e tona, ne e kemi mundësinë që përmes teknologjisë t'i arrijmë dhe t'i marrim gjitha njohurit. Mirë për në aspektin shoqëror edhe njerëzor, kjo dëmton shumë, sepse krijohet një traum duke filluar spori tek prindrit, sepse nëna ime nga paraqitja e kësaj e pash që e fitoi një traum, motra kur pyet për gjëra të ndryshme, edhe ajo është një person goxha i avancuar, mirë po e bëj një test. Edhe shoh që prindrit e kanë atë frikën se me mua mund ta diskutosh gjithçka edhe mund të jap përgjigje në gjithçka. Ne e dimë që asnjëri nuk mund të jep përgjigje gjitha fushat. Mirë po komunikimi i hapur, bashkëndjenja, empatia, cilën ne mund ta tregojmë në aspektin njerëzor, shoqëror, familjar, prindror, këtë e ka kriju edhe e ka ndo rrjetet sociale. Gjë që është shumë e mirë të ketë një kontroll, sikur parafolësit që testojnë fëmijët e tyre, shohin për çfarë po e përdorin, çfarë i kanë pyetur, dhe komunikimi, relacioni i tyre shoqëror është shumë i mirë, shumë i pasur, edhe duke i pasur fëmijën kontroll dhe duke i inkurajuar që të mos jekin dorë nga inteligjenca artificiale, sepse ka shumë të mira. Mirë, po çfarë ndodh në aspektin shoqëror me ata prindë cilët nuk kanë fëmijët në kontroll, edhe dinamika e jetës tyre është krejt ndryshe. Ne dimë në çfarë dinamike sociale dhe çfarë probleme sociale po përballet shoqëria, edhe fokusin e familjes, edhe gjitha gjonave e gjejmë në teknologji, edhe e gjejmë shpesh herë dhe ndoshta edhe me gjona negative duke u mburur, sepse një fëmijë shumë i vogël din shumë më mirë se
është gjithë shka në rregull, mirë, është shumë mirë që avancohet, mirë po ka dhe dome cilat shkaktohen në aspektin shoqëror, ku shpeshherë ata fëmijë nuk dëshirojnë të kenë fëmijë të tjerë pranë vetës, nuk dëshirojnë të ndojnë gjërat e tyre me fëmijët e tjerë, nuk janë gjendje që komunikimi tjetë në mënyrën e barabartë, sepse ai fëmijë është mësu ta gjejmë mbështetjen vetëm te televizioni, te telefoni, apo edhe duke bërë komunikime si tani me ky person. Shumë veprime sociale edhe në ta. Unë shoh që edhe qëndrojnë live në rrjetet të tjera sociale, sidomos tani TikToku, edhe shoh që shumë persona live qëndrojnë duke i bërë pyetje nga më të ndryshmet, qoftë për persona, qoftë për tekste, qoftë edhe ndoshta për biseda cilat në familjet e tona ende nuk diskutohet. Nuk e din nëse është e vërtet se ende s'kam arrit asun vetë me testu krejt deri në fund, edhe nuk është se kam fëmijë, kështu që nuk e di, por që prindërit kanë thënë se janë të shqetësuar sepse kjo çat bëhet, pra po i mëson fëmijët, po i mëson. Ndoshta tregon një taktik ose varet edhe prej pyetjes që ka parashtruar fëmiu, po i mëson të gënjej. A mund tjetë kjo që pastaj mund edhe fëmiu vetë mundet me im shef edhe ndoshta edhe anën emocionale ose me gjithë arsyetime në lidhje me diçka? A është kjo edhe shqetësuese në këtë rast? Në parim mjetit inteligjencës artificiale nuk mund ta mësoj fëmin të gënjej, por do të thënë nëse në familje fuqizohet apo ka kritika shumë të mëdha dhe nxisin që fëmijët të gënjejnë, nuk ka komunikim të hapur, atëherë mjeti i tillë thjesht fëmia gjen veten atë rast, sepse nuk ka hapësira, nuk mundet askush me besu në vetëm se i pithuhet apo nuk thuhet në mënyrën e drejtë për së drejtë në parim. Sepse kjo ka të bëjë në përgjithësi jo vetëm inteligjencë artificiale, po as një mjet tjetër. Do të thënë se gënjejnë apo jo fëmijët varet shumë sa ka hapësirë, sa ka komunikim të hapur dhe sa të mësuan që ata të shprehen. Kjo është e rëndësishme. Çfarë bëjnë prindërit në këtë rast? Rasti kjo do të thënë çka kryesorja kërkohet prej prindërve është të ketë komunikim të hapur me fëmijët, por në fakt jo vetëm që ka dalë mjeti i inteligjencës artificiale apo inteligjenca artificiale që zhvillohet, po thjesht të jetë gjithmonë një komunikim i hapur, të ketë gjithmonë iniciativë prej anës së prindërve që të kenë diskutime, ku ndihen ata rehat çka dëshirojnë të shprehin dhe çka nuk dëshirojnë të shprehin. Edhe në anën tjetër të nxitet sa më shumë diskutimi rreth anës emocionale. Pse po e them këtë? Sepse thatë të thonë edhe në këtë rast edhe Vlera, situata kryesore ka të bëjë me mos stabilitet, do të thënë me zhvillimin tonë emocional, që sidomos në moshën e hershme të rinisë, do të thënë dhe në moshën e rinisë pastaj, do të thënë ne përjetojmë një vrull të madh të emocioneve dhe nëse nuk mësojmë teknika që ne të pranojmë, të identifikojmë çfarë emocione ne po shprehim, të mësojmë të lexojmë emocionet e të tjerëve, atëherë normalisht që ne inteligjencë artificiale nëse ka me u përdor, ka me dëmtuar dhe matutje këtë zhvillimin e tillë. Edhe kjo është një gjë e cila mësohet në familje, mësohet edhe në institucione shkollore, sepse normalisht prindërit janë të prengosur, mirë po të them të drejtën, gjithmonë sa në diskutime publike, përgjithësi nuk e kanë vetëm prindërit, prandaj kemi sistem të edukimit, të cilët janë specialistë të fushës, dhe në mosha shumë të hershme dhe ata duhet të punojnë, paralelisht me prindërit. Se një mënyrë se tjetër kemi tendenca që gjithë barat mbetet familjes. Familja ka një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm, të pazavendësueshëm, po duhet edhe sistemi arsimor, që në kupton një gjë të tillë. Do të thënë nëse një gjë e tillë po ndodh, po është në Snapchat, pyetja është, apo diskutohet, po mbetet vetëm në familje brenga, mes shoqërisë son, apo thjesht edhe profesionistët e fushës në sistem të edukimit, arsimtarët të cilët janë të teknologjisë informative, të përshtatshëm për këtë moshë, edhe ata të nxisin të diskutojnë, sepse aty më së miri e vren interaksionin me bashkëmoshatarët. Në familje është më rëndësi të nxitet komunikimi, të flitet shumë për ndjenjat, sepse kjo është çka është e rëndësishme me kuptuar kur ne kemi stabilitet, marrëdhënie të mirë me prindërit. Edhe kur ka fëmia stabilitet emocional është në rregull përdorimi i teknikave, do të thënë, sepse e dim që nuk e rrezikojmë ndikimin, përderisa si fëmia ndërveprojnë me bashkëfushatarët, ne më së miri e shohim si mëdhëmësit, as prindit as kusht tjetër, sepse ajo është një pikërisht. Edhe aty duhet të stimulohet dhe të vrehet çfarë dinamika po ndodhin, kur fëmijët apo ndodh diçka ndoshta edhe në shkollë që po ka një inferioritet
prioritet dhe prandaj po mund të gjendet këtu mbështetja. Do thënë thjesht kjo është një gjë e cila të them të drejtën ne si shoqëri duhet jemi të përgatitur si të ndodhë diçka mos ta lëmë se s'është për neve, apo mos ja lëmë vetëm disa personave përgjithësim, por do thënë të gjithë të cilët janë të involvuar, sidomos kur bëjmë për fjalë për moshën e pubertetit dhe moshën e adoleshencës, të inkuadrohet më tepër edhe pjesa e sistemit të arsimit. A duhet të përdoret inteligjenca artificiale në shkolla dhe a duhet diskutohet, nuk e di sa ka ndryshuar botimet shkollore dhe sa i përket shkencave kompjuterike, teknologjisë që kemi mësu, kryesisht i mësum disa programe krejt thjeshta, mjaftueshëm majnë arsimtarët, profesorët, trajnime ndryshme, ndoshta ata për vete krejt i dim, po sa po diskutohet dhe sa po flitet. Tash me qenë se dhe ju vetë personalisht keni fëmijë, ndoshta ata informatat i kanë marrë për juve, ose vetë prej kuriozitetit që kanë pas për Landën, po në shkollë. Po nisë nga për fundit. Mas shumë kanë marrë informata prej rrjeteve sociale, prej internetit, sa për meje, se më varet prej ty nësa janë të interesuar. Mi po përdojmë pak ma largë me bisedu. Çdo ndryshim ose avancim i teknologjisë në krijon këso situatash në shoqëri. Pra ma herët të lexojsha edhe kur ka dalë kalkulatori i parë për me kalkulu, ka qenë në këso bisede në shoqënisë, ka me shku shoqënia, se duhet matematika, mirë po, këto duhet me marë si evoluim të teknologjisë edhe është diçka me cilën duhet me jetu në me ta. Pra, inteligjenca artificiale nuk është kërgjë tjetër përveç se një avancim i teknologjive që kemi pas deri me tani. Fëmijët tanë përdorin, se cili për fëmijëve tanë përdorin telefon, përdorin kompjuter, e kështu me radhë. Këto informata i kanë marrë, në kohë që nuk i kanë marrë këto informata deri me tani, mirë po inteligjenca artificiale vetëm po e përmbledh ato informata në mënyrë pak më të strukturuar, edhe po vijnë të një informata për kohë sa më të shpejt. Normalisht duhet një ndërgjegjësim, duhet më folë kjo në për shoqëni, duhet më folë në për shkolla. Inteligjenca artificiale ka me u fillu me u përdor, në fakt u përdor shumë më herët se sa tash. Teknikisht inteligjenca artificiale ka fillu prej luftës dytë botërore për kode, shkodim e kështu me radhë, dhe kemi ardhur deri në këtë fazë për shkak se zhvillimi i teknologjisë ka mundësu që me ardhur në këtë fazë. Matut unë e shoh vetëm si një avancim i teknologjisë me diçka që duhet me jetu me ta. Normalisht që kjo nënkupton edhe si me thonë ristrukturim të procesit arsimor, për shkak se në përkrejt botën janë t'ju ballavaçuar me këtë pjesë. Ta marrëm shembull nëse në fakultet ose detyra që përmena më herët për fëmijën tim jep një arsimtar me kry një puna i qenë të gatshme, edhe ideja tjërë pse me u lodhë, me punu diçka kurve që ki edhe prezentar. Pra lypet një rimodelim i komplet procesit edukativ, që edhe nasim së dhemës, ose me ditë se çfarë po kërkojmë për fëmijëve, duhet me i inkuraju me përdor teknologjinë informative, me inkuraju me përdor në këtë rast edhe inteligjencën artificiale, mirë po mënyrën se si me përdor. Por shumë është rëndësishme ndërgjegjësimi edhe mënyra se si është përdor. Këso polemika është pro dhe kontra ka me pas gjithmonë shoqërinë tonë, sa që ka me u avancu një teknologji e re. E maj men kur kanë fillu telefonat mobil, ka qenë kështu prap një fëmijëve s'ban mjë dhomë pa i bo 10 vjetë, 15 vjetë, mirë po tashti me 5 vjetë se cili përdor telefonin mobil, pra është me diçka me cilin jetojmë. Edhe inteligjenca artificiale e ka, thashë më herët, fillimin e ka shumë më herët, mirë po për shkak të zhvillimit të teknologjive të tjera, tash ka arë në pasi diçka që është e përdorshme. Edhe ka me o përdor edhe me tutje... Është edhe ka dhe më shumë informata, sepse krejt ato kanë qenë edhe diku tjetër. Sakt, inteligjenca artificiale pra bazohet në informata cilat vetëm se ekzistojnë, edhe i përmbledhën në mënyrë më të strukturuar, mundohet me dhënë një avancim pak më tepër, që mundohet me dhënë edhe një lloj mendimi virtual në bazë të atyre informatave se çka janë. A me pas kujdes çka me postu dhe çka me plasu në rrjetet sociale ose... Po rrjetet sociale janë çaq sa na dojna mi dhënë rrjeteve sociale. Pra nëse na postojmë diçka, të bëjmë check-in ku venin ku jem, kemi shkruar një fjalim, kemi shkruar një diçka dhe normalisht nëse dikush ka me hyrë me kërku prej ChatGPT-s ose kësaj për as 3D-s, kryesisht ka më bazu në që ato që ka unë vetë i këmë dhonë fillimisht. Pra kjo është ajo. Ma herët këmë testu inteligjencën artificiale në format të ndryshme, se më ka interesu konteksti i
fjalive edhe mënyrën se qysh po përpilot. Ma herët e kum shkru një ese, kum kërku për ChatGPT-s, mi shkru një ese për pushime dimrore. Mandej kum kërku me shkru një poezi për sheu në Prishtinë. E kështu më radhon, ideja është që pra bazohet në dhana që egzistojnë, mirë po i strukturon qatë mënyrën, duhet pak me punu, po i strukturon mënyrën shumë mirë. Dhe so përket edhe letrave motivuse, CV-ve të ndryshme dhe krejto për ndryshe mundën me i gjetë, vetëm duhet me tregu pozitën që po e dënë, se pak edhe nga vetja, pas edhe aty personalisht fillon edhe jep një infot edhe tjetër. Dëvan, inteligencë artificiale ka ngritë shoqërinë një nivel pak më lartë. Pra një punë për cilën nëse e përdor për të mirë, po gjithmonë se kur të ka teknologji informative, gjithmonë është e mirë për shka jetu e përdor. Sikur se secilin vegël, jo vetëm me teknologji informative. Për shembull nëse armët kur janë ndërtu për me mbrojt njerëzimin, mirë pa do nuk thot që nuk përdoren edhe për me sulmu dikant tjetër, pra mënyra se si përdoren. Edhe teknologjia inteligencë artificiale, pra një punë më cilën ti të ka marrë me ditë për me kry, së dhe krynë për ndoshta qashti minutash. Mirë po duhet me ditë pse me përdor. Edhe normalisht, disa profesione kanë me fillu me ushdu, kanë me linë disa profesione tjera, sikur se secila teknologji që ka ekzistuar deri me tani që na ka sjellë. Ma herë dikur e lexova që për shembull këto në ashensorat, fillimisht u ka një person i cili ka ditë me përdor ashensorin, me shku prej katit parë deri në katin e 10, mirë po tash ajo është mënyra automatike, s'ka nevojë kërkush me përdor ashensorin. Pra, çaja pozitë e punës është duk. Mirë po janë kriju pozitat e tjera të punës. Pozitat të reja, prandaj nuk ka nevojë për shqetësim krejt minutat e fundit se e di që jemi krejt në fund. Flaka e përmende më herët që ka persona pra që lidhen po e quj kështu shumë tash me këtë personin virtual, po ka edhe shumë persona tjerë të cilët pavarësisht që jemi fizik, ka të tillë të cilët kanë dëshirë më tepër me komuniku vetëm me rrjetet sociale, ndoshta janë më të mirë në këtë lloj komunikime. Çka tash në këtë formë? Për shembull shprehen ndoshta edhe më mirë, e kanë më të vështirë kur janë në kontakt drejt për drejt. Kjo sikur ata nxënësa që po i qetë tabela me i pyet, apo po i pyet prej vendit, apo po e jep mundësinë me u shpreh atë çfarë e ka mësuar, apo po ishte me shënu. Është e drejtë gjithë secilit se ku e gjej veten ta krijoj komunikimin. Mirë po, kjo qëndron ndoshta më shumë te vetbesimi, mënyrën se si komunikon me njerëz të tjerë. Dikush mund të jetë shumë më i mirë në aspektin e bisedave virtuale, sepse ashtu e ndjen veten, stabilitetin e tij emocional, karakterin e tij, edhe mënyra se si ai ndihet. Mirë po, unë këtë thash sepse po e vrej që shoqënia jonë po e ka një distancë në aspektin shoqëror, edhe nga puna me klient cilën unë e bëj apo trajtoj persona, sepse shpeshherë vinë kërkojnë ndihmë, po na mungon afërsia familjare, shoqërore, edhe kur po dalim me pi një kafe, gjithë muhabeti sillet rreth telefonit edhe duke treguar se ku isha ose ku janë të tjerët, apo edhe komunikimi, nëse janë 3-4 veta në tavolinë, ndoshta mund të krijojë ndonjë komunikim përmes telefonit pa e diskutuar në tavolinë që mos të përfshihen të tjerët. Në këtë aspekt, mirë po unë një them që profesioni neve të treve nuk do të shuhet me avancimin e teknologjisë, sepse varësia cilën do ta krijojnë persona do të kërkojnë ndihmë të ne. E thash për shaka pa. Mundesh me kriju një virtual një chat tonën me cilin u jep njerëzve informacion online. S'ka ndryshu struktura jomë në biokimike, hormonale që dhe emocionale. Kështu që e pa vështirë me ndryshu. Me u diskutu tema tilla, njerëz me nxjerr nga hamendja, apo nga ata njerëz që janë friksu nga kjo që çka do që është e mirë, le të pranohet si e mirë, çfarë do që mendojmë ne që nuk është e mirë për mos ta quajtur e keqe, atëherë secili le ta bëj punën e tij për ti treguar që nuk ka gjona shumë pozitive atë sa po shehni. Faleminderit shumë